Unë quhem Vitore Skana edhe baba I saj është djali I argjës tem. Në radhë dytë, çka kam me thanë? Kjo është një nga viktimat që nollin shpesh herë këtu. Kjo na ka rasi bombë, ne jetojmë jashtë e kena ardhur me vrak për këtë ngjarje e na dukte pa besueshme. Sepse ajo vajzë jo, në mënyrë absolute. Ajo vajzë ka kanë, se edhe ne sa morëm telefonatën, ne kujtum se mos ka kalu në I depresion që kishte 3 muaj që ishte nda prej tij, menum shumë gjana, nuk ishin asnjë nga ato. Kjo na vjen keq. Nga I ka ardhur rrethana, si erdhi rrethana. Ajo ka jetu me shoqe atje. Kur ka shpreh shqetësime të familja vet ajo, familja ka shku në familjen e tyne dhe e kanë marrë vajzën. I kanë thënë që ne do ta marrim vajzën. Për këtë arsye, edhe ato nuk kanë kundërshtuar. Pastaj kjo jetoi aty, pastaj mrapa do shikonte jetën e vet, shkoi në Tiranë, me jetu atje. Donte një ditë mrapa do fillonte punë ajo. Do fillonte punë. Domethënë po e shikonte me një këndvështrim tjetër jetën. Po si s'kam mesazh, kam 1000 mesazhe me thënë vajzave grave që mos të heshtin, të flasin, mos të heshtin. Ormai ka ndryshu ajo kohë. Tash janë të lira. Duhet ç'a them unë. Ne jemi shumë të rënditur për këtë gjë dhe nuk e di se si merren edhe këto fjalë tash më thon. Familja ka shku dhe e ka marrë atje edhe që është nda. Nuk di ma si son. Pastaj se si ka kenë puna. Unë e di që ka shku në Tiranë me ba një jetë vetë. Kjo është një dhimbje që ka pllakosur të gjithë qytetin e Lezhës dhe pothuajse të gjithë Shqipërinë. Rasti Gjoanes ishte një ato raste të vajzave që nuk kanë ditur të kërkojnë ndihmë apo nuk kanë gjetur derën për të kërkuar ndihmë. E tregon në gjithë qytetin që sot, edhe pse nuk jemi të organizuar në mënyrë më të mirën të mundshme, gjithë qyteti ka dalë sot për të ndezur një qiri për shpirtin e saj dhe në këto momente, nëpërmjet shpirtit të Gjoanes, unë kërkoj një apel. Të dashura vajza, kërkoni ndihmë, të dashur prindër, dera juaj të jetë e hapur në çdo moment për vajzat tuaja. Të dashur nëna dhe baballar, edukoni djemtë të juaj që djemtë ti duan vajzat si të ishin motrat e tyre. Trokisni në dyert të institucioneve të shtetit, sepse ne gjithë punojësit social në të gjithë Shqipërinë janë aty për të dhënë ndihmë që mos na ndodhin asnjëherë raste të tilla si rasti Gjoanes. Shpirti I saj pushoft në paqe dhe Lezhë mos pas fatkeqësi të tilla më.